Pra, mi të dashur, ne erdhëm në fundin e këtij emisioni. Pra, falenderit të gjithëve ju që na ndoqët. Përpara se të largohem, kam edhe diçka tjetër. Thash dhe njerë, nuk merrem me budallënj, por dua t'ja theve një fjalë sepse ju e quani profesor Pollum Pilinçi, për mua është një idiot, një ignorant, është një pa shkollë, është një analfabet, është një sëmur psiqik. Sepse njerëz, thash dhe njerë, para se t'i dua që t'ja them dy fjalë. Thash, jo sepse më zënë në gojë mua në çdo emision, këtë emision ai po është skandalos, e bën përpara sepse s'ka as pension as gjë, është njeri fukara, është i këputur. Por përpara se unë të largohem, do të them dy fjalë se më zë mua në çdo emision më zë në gojë. Në çdo emision më ka mua, më ka bërë, më ka sekuestruar, më ka arrestuar, më ka bërë këtë. Njerëz, I don't care çfarë thot ai, për mua zimani jemi në gojë sa doni, I don't give a shit. Po kur filloni dhe gënjeni, pastaj mashtroni, bëni gjëra të paqëna, thoni gjëra të paqëna, atëherë unë nuk mund të ri indiferent, sepse dhe unë kam reputacionin tim, nuk jam fundrin, e kupton. Pra, përpara se thash dhe njerë të largohem, e kemi atë të Pilinçit? Okej. Pra, le ta ndjekim për një moment. Ashtu si ty, edhe Arjan Hasimi, që kishte televizor dhe makineri të mëdha nga parat e Berishës. Por s'ka asgjë. Amerika me njerë ja mori. Ja mbylli dhe atë radio, cila Batiste, jo për Pilinçin, po fjallet më ordinere që s'ka as fjallori. Okej. Unë jam Arjan Hasimi dhe jam në Nova Media. Kjo është Nova Media, transmeton për qefin, thash, e kam thënë gjithmonë në emision, për qefin atyre që na duan dhe për inat atyre që nuk na duan. Pra, nuk na ka arrestuar njeri, nuk na ka sekuestruar njeri. Ky është një kokër mashtruesisht, një ordiner, është një rrugaç plak, rrugaç i braktisur nga familja e tij. Ka probleme si njeri, është psikopat. E kupton, këtu në Amerikë, po të lexosh mediat lokale, në New Jersey ka 2-3 njerëz të burgjeve për familjes tia, për krim fiskal. Ky ka punuar një jetë të tërë në kuzhinë, ka gri qep e zarzavate, bile edhe supën nuk ja besonin këtia, sepse i tha shumë krip edhe nuk e hanin klientët, iknin, pra e linin vetëm të qëronte qep edhe zarzavate. Ka një të tërë budalla, ka një të tërë, bile kam dëgjuar që thonë edhe pasaportën nuk e ka në shtetësi, nuk e ka një green card të vjetër të viteve 75 që nuk kanë expire, nuk skadojnë, pra është një mashtrues. Unë ju them njerëzve që e ndjekin, sepse shikoj njerëz, do thoni juve ne shikojmë për gallat, për të bërë për të tallur trapin. Mirë, shikoni puna juaj, Arjani s'ju ndorin kur në jetën tuaj çfarë do të shikoni, ju shikoni çfarë do qefi. Por kur shikon një budalla, bëhesh budalla vet pasaj, e kupton? Shikon një idiot, një analfabet, njëri pa shkollë, një njeri që ju desh 35 vjet na dilte kyt na shpëtonte Shqipërinë, ky që edhe shurrën thash e kam cilësuar dhe përpara, edhe shurrën nuk e bën dot se kur e bën lak pantallonat, është njeri mbaruar. Unë i them është djali Kadrias Biut, se shumë duket si Kadrias Biut ky. Pra, imagjinoja të dëgjosh të harxhosh jetën tënde, të dëgjosh gjysmore një budalla, një mashtrues, shiko si mashtron ky, thotë kemi sekuestruar, kemi bërë. Ky është njeriu më negativ, plaku më negativ që kam parë ndonjëherë. Shiko, kur je djalë i ri dhe mund gabosh, mund gënjesh, mund mashtrosh, se je i ri, je i papjekur. Nuk ka më keq kur je në moshën e këtia, të katandisesh si zaga rrugëve, kur mosha e këtij ri me mbesa e me nipër, lexojnë një libër o japi në një, kurse ky gomar tani i lindi ëndra për të bashkuar Shqipërinë me kufi natyral dhe për të mashtruar njerëzit për klikime në YouTube se do të bëj para për të jetuar. E kupton, është komplet mashtrues, edhe dua që ju të kuptoni. Unë thash dhe nuk merrem me këtë, unë e kam hequr këtij fillin, sepse shtako të merresh me një njeri që s'kupton, por dua t'jo bëj të ditur
ju mendoni sikur talleni me këtë, po ky ju përdor juve si produkt për të bërë klikime në YouTube. Pra, mos argjoni kohën, merruni me një gjë të vlefshme në jetën tuaj. Kaq kisha mi të dashur dhe mos bini pre e mashtrusave. Pëllum Pilinçi është një lëtyr, është njëri pa shkollë, thash dhe njerë, ka njerës në burg këtu ky të dënuar, a familja e tij ka, e kupton, është ordiner, e përdoret nga Edi Rama për të degeneruar komunitetin shqiptar në Amerikë. Pra, ku shikon dhe jam si janë këta që janë në Amerikë, shikon se shikojnë Pëllum Pilinçin. Pra, përdoret nga Edi Rama, edhe të tjera ju e kuptoni vetë, po them që, dhe ja them shoqërore këtë, mos harxoni kohën tuaj të vlefshme. Merruni me një lexim libri, merruni me edukimin e nipit ose mbesës, merruni me një punë bujqësie, whatever çfarë bëni ju në jetën tuaj, mos harxoni jetën tuaj të dëgjoni një cop ignoranti, një cop mashtruesi, një budallaj që mbeti Amerika ke ky për të shpëtuar ky Amerikën edhe tokën e kombit amerikan dhe tokën e kombit shqiptar. Mbeti një cop ignoranti. Imagjinoje njerëz, Amerika ka miliona e miliona ushtare, miliona e miliona njerëz intelektuale, teknologjie, mbeti një cop gomar, një cop budallaj nga i internuar nga shtylla si për të shpëtuar kombi shqiptar dhe kombin e tokës amerikane. Kaq kisha, ju dua shumë dhe njerë mos u merrni me këtë njerëz, se ky është mashtrues. Pëllum Pilinçi është mashtrues. Është ordiner. Dhe të më thot Pëllum Pilinçi mua, çfarë ka Alfons Piliçin edhe Shuaib Piliçin, njëri dënuar në burg për krim fiskal, tjetri dënuar për tentativë vrasje në New Jersey. Dhe të më thot mua Pilinçi çfarë ka, le më tregon mua Pilinçi diplomat, tregoj Pilinçi ku ka punuar. Po që s'ka nevojë të tregoj se ky duket të është ignorant. Kaq kisha mik, natën e mirë dhe shihemi të njëjtën e ardhshme. Bye bye.